بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. Sot inshallah kemi një rregull tjetër kuranore, ose më thonë më mirë dy rregulla, sepse më kuptuar para do të më shpjegoj edhe dytën për të më keq kuptuar. Në surën Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala në ajetin e 77 thotë ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Me ato që Allah ta ka dhënë, kërko shtëpinë e fundit, që është fjala botën e fundit, botën tjetër. Këtu është një kontekst kur një njeri ka posë një karun, ku në Musait a.s. Allah zëllëshon i ka dhënë pasuri që Allah ku i ka dhënë. Edhe kjo përshka ka soj pasurie, u knoq me atë pasurie dhe ka harru Allah zëllëshon, ka harru botën tjetër, u bo me një madhë, ka bo zëllën popullit vetë, edhe atina ju ka dhënë kjo këshillë. Kërku synu botën tjetër, shtëpinë e fundit, botën tjetër, me ato që të ka dhënë Allah. Pra, me pasurinë që të ka dhënë Allah, mëse që kryt për bjetë, po me to më në me fitu botën tjetër. Do me thonë të bo veprat mira të pare, shpesoj për Allah, shpesoj për nevojat e tua, për sadaka, për njerëzve një ndihmu e kështu, për me synu për me fitu botën tjetër. Po kje nuk ka të bëj vetëm me pasuri, po rregull e përgjithshme me ato që ta ka dhënë Allah synu botën tjetër. Ka dhënë Allah pasuri, ku me to më me fitu botën tjetër. Ka dhënë Allah dituri, më me to me fitu botën tjetër. Ka dhënë Allah pushtet, më me atë pushtet me fitu botën tjetër, me fitu xhenetin. Ka dhënë Allah autoritet të njerëzit, shfrytëzo autoritetin për me fitu botën tjetër. Ka dhënë Allah famë, shfrytëzo famën me punë të mira, me fjalë të mira për me fitu botën tjetër. Ka dhënë Allah talent, diçka talente ndryshme shfrytëzoj për me fitu botën tjetër. Bukuri, çfarë do që Allah xhaleshon të ka dhënë ty e mu mundu me to me fitu botën tjetër. Po ta shtrohet pyetja. A për këtë botë heca, do që ne ka dhënë navesh, po dashka ahiret botën tjetër edhe për këtë botë kurrë, sa ta tham, e vazhdojmë edhe rregullat e tyre që mos më keq kuptuar para. Kjo këshill që ju ka dhënë Karunit, po vazhdo tani wala tansa nasibaka min ad-dunya. Edhe mos harro hisën tonë të dunjos. Po ti me ato që ta ka dhënë Allah se nuk botën tjetër. Ama mos e lëkosh edhe hisën tonë ato që ka ta kanë piksoj botën. Do të thonë shfrytëzo edhe për këtë botë. Talent, dituri, pushtet, ato që ka dhënë po edhe për të mirat e kësaj bote. Normal, në halal, po dihet. Pra, si për palatir ky ajet, që na me bo balancet mes botës tjetër edhe kësaj bote. As vesh për njënën, as vesh për tjetër. Po edhe për ato, për heshmen edhe për këtë përkashme. Po shkruhet pyetja, që shtojnë ana zakonisht? Dikush me njerëzve po me shkët botë, se me në botën tjetër eqë. Po na si besimtar, nuk e kema ashtu, po na shpesher dojna kështu. Po na për këtë botë, po mësë harra dhe botën tjetër. Po na për këtë botë, po mësë harra dhe botën tjetër. A kjo ajet për atë, ma në myshe. Kjo ajet për atë, me këto që ti ka dhënë Allah, po na për botën shtëpinë e fundit, ama mësë harra dhe këtë botë. Do me thonë për bashkësi këna bje, shtëpisë të fundit. Po pse për të citojnë ato jetu të farës, gjysht asoj të fundit bje për bashkësi të farës. Shumë logjike. Për arsye sa është e përhershme, kjo është e përkashme. Me bo një pyetje logjike, me kon një person që jetën dikun me qera, edhe ko shpinë tjetër cilën ka me jetu për gjithmonë. Për cilën investon ma shumë? I meqmi normal, për që ato s'munduat me regullu këto prej os dhe në zhë, e ki tjetërën që ka me shku në shgëllë. Ja, munduat për që tonë që ka me jetu për gjithmonë, e që këtë që menohet për këto për gjithmonë, do të mja këtë pak. Ka tonë edhe këtë banesin që po jetën për dë muje për dë vjetë, mëse le krejt. Omesh, se dhe këtu jetu. Ani të ki me shku në shpinë tonë në ato për gjithmonë, po s'da me tonë tash këtu me qeron me jetu katastrofë. Edhe këtu jetë mirë. Mëse harën këto, se këtë do me tonë synimin e ko, me tonë shpitëre, ka mundësi në atë shpinë e përhershme që ka me tonë, ka mundësi që të menu vesh për ato të përhershme,
edhe këtu jetë të mirë, edhe këtu më në mirë, anim se normal, synimi jëtë, fokusi jëtë, është aja të cilën kime dollë për gjithë mundje, është me nejtë dëso mundje, dëso vjetë, po kime nejtë infinit vjetë. Allah që dëshonë në po për atyre të cilët të mira që në ka dhënë Allah, pasuri, talentet e ndryshme, aftësitë e ndryshme që i kemë, i shfrytëzojmë për me fitu buhet e tjetër edhe fitujmë, shpërbimin e fundit që po thënë,